Në studio e kam Luan Hasanaj, nga Nisma asnjë send më shumë, mirë se erdhën Kompas. Ashtu edhe ekspertin ekonomisë Mustafa Kadria, mirë se erdhën Kompas. E dëgjum gastronomët që po tregojnë që kanë shpenzime më shumë, duhet vendosin për çmime më të larta. Në shumë komuna tashmë është trajtuar produkti i kafes ose çështje produkte tjera në lokalet gastronomisë, do të ketë efekt zinxhiror edhe në tjera bizneset, sektor tjerë. Kjo në ekonomi, sidomos në ekonominë e tregut, është shumë normale dhe është e pritur sepse efekti dominës në ekonomi është shumë i natyrshëm që në momentin që sidomos në një produkt si është rasti energjisë elektrike ose derivatet janë faktorë që do të thotë një kost do të thotë që ndikon më njëherë do të thotë në të bërit biznes dhe bizneset kanë dy rrugë, ose të falimentojnë ose më një farë të qëndrojnë në treg. Me qëndru në treg do të më rritë çmimet që si final do të thotë ngarkohet jeta e qytetarit, por që këtu mbetet të shihet sa do të jetë fakt qytetari aktiv, ku kemi këtu edhe përfaqësuesin, që këtu mbetet të shihet sa do të jetë zëri, sepse këtë është problemi që sa do të ketë zë të fuqishëm që në fakti kundërshton për faktin që po flas edhe si ekonomist haris që nëse ne si shtet nimi me pasurit të thëngjidhe dhe do të kishëm qenë në një shtet që do të me qenë furnizues të energjisë elektrike dhe në fakt një me qenë importues dhe në fakt me qenë njëri ndër produktet që me në është trajtu në vazhdimësi, për kjo është diçka një dështemi politikave ekonomike në vazhdimësi, por edhe ashtu si që po shihet edhe kjo qeveri nuk e ka pasur fare interesin për diçka për të investuar në stabilimente, por që kanë gjetur zgjidhjen më të lehtë për ata, por më të rëndë për qytetarin, duke e shtrituar në vazhdimësi me ato arsyetimet që ata kanë vetëm në arsyetim që po rritet energjia elektrike, do të thotë në rajon dhe më gjërë, por që këto po shihet që nuk ka pas politika të mirëfillta ekonomike, që në fakt me një farmi me forcu, do të thotë stabilimentet e energjisë elektrike në prodhem, që në fakt me pas një furnizim më të madh, por që thash deri me tani nuk ka diçka disponim të tillë, vetëm disponim është që në fakt të ngarkohet jeta e qytetarit përmes shtrejtimit të energjisë elektrike, që për ata shumë e lehtë, thash, por që për jetën e qytetarit është e ngarkueshme në vazhdimsi. Vendimi ende nuk është në fuqi, do të hyjë në fuqi nga muaji i ardhshëm çmimet e reja tarifave. Jemi duke folë për çështje të këtij muaji, vendime të këtij muaji bizneseve, a janë efektet e para të shtrejtimit rrymës edhe pse ende nuk e paguajmë faturat me tarifat reja? Që nga dita e parë, kur është bërë publikimi ose propozimi i zyrës rregullatorit për këtë vendim, ne kemi ditur që kjo do të ndodhë. Pra, bizneset, fatkeqësisht një pjesë e tyre din nga pak edhe të keqpërdorin situata. Din të keqpërdorin? Absolutisht, do të thotë dhe kjo, mirë po, nuk është tema kjo. Tema është kush po e krijon këtë situatë. Cili është preteksti. Pra, do të thotë, dhe kjo është pikrisht ajo mungesa e një analizët mirëfillt, një procesi që ne kemi thënë duhet të jetë shumë transparent, i mirë menduar, me përfshirjen e shumë akterëve, të cilët jam i sigurt se sikur të ftoheshin me kohë dhe të bëhen një debat i mirëfillt, do prezantoheshin edhe këto brenga që dikush mundet me keqpërdorje tjera, në mënyrë që ndoshta të gjenden mekanizma se si kjo të parandalohet. Por duke qenë që vendimi është arbitrar dhe nuk është marrë parasysh as edhe një grup interesi, nuk është konsultuar pothuajse askush, nuk është marrë për bazë rekomandimi as edhe një eksperti që fatmirësisht gjatë këtyre kohëve kemi pasur shumë ekspert, qoftë ekonomisë, qoftë energjisë, qoftë ekspert fushave tjera, të cilët më zë të lartë e kanë thënë gjatë kohës, që kjo do të ketë pasoja të shumë të rënda për shoqërinë, pra duke filluar që nga kjo që po ndodhin tani, do të thonë jemi dëshmitar, pra, pa hyrë fare në fuqi, ne vetëm shohim rritje çmimesh dhe kush është mekanizmi ose institucioni që do duhet ndoshta të ndërmerrte diçka që kjo mos të ndodhë. Pra, e gjitha është pasojë e një anshmërie totale të një institucioni i cili vetëm atë punë se ka. Pra, do të spari do duhet të fillojë me konsultat, fillojë me një plan i cili është, po them prap, i menduar mirë dhe i menduar gjatë dhe i diskutuar dhe tek më pas
të vinë tek vendimit të cilat janë të pashmangshme. Kështu që definitivisht është për të ardhur keq është kjo situatë, pra thash që nuk është që se kemi pritur, do të ketë rritje çmimesh edhe të tjera, pra ne do t'i shohim dhe të vënë vazhdim të gjithë, sepse është edhe një panike tek bizneset, do shta edhe me të drejtë, sepse ku e dim ne bizneset, sidomos rasti konkret kafeja, do shta dhe atyre është rritur çmimi i furnizimit kafes, dhe si pasojë e saj, janë detyruar të arrisin edhe çmimin e kafes për konsumatorët. Kështu që absolutisht po ndodh ajo e cila është thënë, por i theksoj që do t'jetë edhe më keq, prandaj jemi këtu dhe jemi mobilizu, organizu, po angazhohemi prap, po iftojmë prap qytetarët që të bëhem bashk dhe së bashku ta kundërshtojmë dhe ta bëjmë të pamundur implementimin e këtij vendimi të dëmshëm. Nuk ka rrugë tjetër, Haris, absolutisht. Kafeja, buka po ashtu është paralajmëruar se mund të shtrejtohet për 5 ose 10 cent. Ku vren efektet më të shpejta në këtë periudhën e afatshkurt nga vendimi i zërës dhe kur të paguajnë tarifa bizneset muajt ardhshëm? Përmendën fillim, në fakt kësë përdorimi këtyne momente nga ana biznesën, në fakt që është në ekonomi që është spekulimi ekonomik që me së pa drejt, me një farmira të ishfrizojnë këto momentume dhe ashtë me rënda që këtu po kryo një konglomerat problemesh për faktin që ne edhe tani nuk kemi institucione, pra ne kemi ngritë si problem që ta është edhe këta që i përfaqësor në të këta interesa i ndërurën i fjallë dhe atë bashkëpunëtorët e ti, me një farmire tash kujt ti drejtohen, sepse nuk kemë parlament, nuk kemë do të të institucione dhe në faktë bizneset me ose parësye në faktë vazhdojnë se ku preket, pra do të të së pari të të me rasën e shtrejtimit të energjisë elektrike së pari në faktë me një farmire rritet kosta dhe me një farmire do të dëmtohet të portofolje qytetarit në ratë të parë, duke paguar faturën të të më një shmim më të shtrejt të energjisë elektrike dhe dyta që se rezultat që bizneset, se rezultat që do të rritet kosta në prodhim ose në shërbim të tyre që ofrojnë qytetarit, do të arrisin çmimet. Nëse ata arrisin për atë 16%, në fakt një nga del kosta jetës dikun rreth 30% ose më shumë, sepse edhe rrymen energjinë elektrike që paguajmë në ratë të parë, por me një farë mënyrë edhe ana indirekte që na shtrejtohen ato të gjitha çmimet, sepse secili biznes pa shfrytzuar energjinë elektrike është pa mundër. Cilat biznese mund të marrin potencialisht vendimin të parë? Po vlerësoj që të flasim tek pjesa shportës së konsumit, vlerësoj që është në radhë të parë, shërbimet e gastronomisë, që tash në shërbimet e gastronomisë ndoshta dikush mund të shfaqsohet që aty nuk ka diçka me një mënyrë e nevojshme, po është luksit, por tash tek e fundit ne pse në kriju këto institucione dhe pse kemë shtetë që më një farë mënyre me pas edhe jetë në atë kuptimin normale dhe jetë luksit unë ku e merë dhe tëtë me ngritë mirëqenja qytetarit, por me këto ngritjet të çmimit të energjisë elektrike potencialisht vjen mirëqenja e qytetarit dhe ma rënde që kur fokusohet dhe tëtë mbi 75% të pagës e qytetarit në shportën e konsumet, këto të regarë nga unë ekonomike që këto paga nuk mund të përbalojnë një jetë të diniteshme, një jetë me një mirëqendje normale, por që është, nëse këthejmë në rrët respektiv gjithmonë, qeveria aktuale, kur ka qenë opoziti, ka fajsuar, dhe thot, oponentet politik që nuk ka në sens të logjikës të qeveristrit, por tash i provoj 4 vite dhe tash gjithë shfaqësimi i kryeministrit dhe i ministra është që po rritet çmimet në rajon, me gjërë, me një famë lind pyetja tash, a nuk e ke ditë që Kosova punon sipas ekonomisë së tregut dhe ne jemi të përballur me një import shumë të lartë, pra kjo qeveri as importin nuk e ndali. Përkundër atyne trumbetimeve që ne kemi fuqizuar prodhimin vendor përmes projektet e Ministrisë së Bujqësisë, por vetë faktit që ne po na rritet importi edhe në produktet e konsumit bazë, këto të regon nga ona ekonomike që nuk e ka arrit do të efektet e veta, që dhe tani kur flasëm po mbushet do të tregu kosovar me produktet importuara që do të prap ta bëjmë një dallim që në këtë rast po të mëtot vetëm qytetari, sepse shteti dhe arka shteti dhe po ashtu
edhe qeveria po deklaruat që ne kemi mbushur arkin e shtetit, por e arkin e shtetit po në mbushet nga importet, jo nga takset e tatimet të përëdhimit vendore. Sanaj, ju keni komunikim tash edhe me qytetarë që janë duke ju bashku nismës edhe në organizime edhe në protest, po edhe me biznese, përfaqësues bizneseve e kanë mbështet iniciativën tuaj, cilat janë ndoshta shqetësimet kryesore në këtë situatë? Janë gjëra shumë esenciale, në fakt. Do të se cili është i shqetësuar se në fund të ditës a do të mundet të përballoj çmimet të cilat përriten çdo ditë me hyrat e cilat i merr. Pra, hyrat për kokë banore në vendin tonë janë më të ultat në rajon. Kështu që nëse ne fillojmë me një rritje të tillë të çmimesh, e fatkeqësisht çmimet janë pothuajse gati sikur në Bashkimin Evropian, dhe është një diskrepancë totale në mes asaj që njerëzit e marrin si pagë mujore për punën që e bëjnë dhe shpenzimeve të cilat ata i hasin gjatë jetës së përditshme. Pra, këtu nuk po bëhet fjalë absolutisht për luksin ose këtu po bëhet fjalë për një jetë normale, pra për shportën e përditshme ditore. Pra nëse rritet çmimi i bukës, nëse rritet çmimi i vajit, i sheqerit, pra çmimi i produkteve esenciale të cilat neve na duhen për familjet tona, dhe në anën tjetër nuk ka lëvizje të hyrave, pra nuk ka rritje pagas në edhe një sektore, madje nuk ka as plan i cili i ofrohet qytetarit, të paktën, mendoj që më e pakta që duhet të bëj në këtë rast nga qeveria e Kosovës, dhe duhet të ishte një plan i cili ju prezantohet qytetarëve, që pasi që e përkrahen këtë rritje të çmimit të energjisë, atëherë t'ju tregohet qytetarëve se cili është plani ose si qeveria do të ndikojë që qytetarët të mund të përballojnë shpenzimet cilat po ju vinë. Dhe është shqetësim shumë legjitimi se cilit në fakt, sepse në muajin qershor, kur veç do të paguhen faturat e para të energjisë, atëherë ne do ta shohim efektin real. Mos flasim andej për bizneset që nga një qershori duhet të dalin në treg të lirë, pra kompanitë e mëdha, të cilat i kanë mbi 50 punëtorë dhe mbi 10 milion qarkullojnë, pra janë shumë të shqetësuar sepse nuk e kanë idenë se çfarë do të ndodhë, pra nuk ka as edhe një plan i vetëm i cili do ju udhëzojë ata se si të arrijnë deri tek furnitorët për energji elektrike. Kur i përmendni keqpërdorimet potenciale ose spekulimet në treg mbi cilat veprojnë edhe bizneset, a keni komunikim me tjerat institucione, autoritetin e konkurrencës, inspektoratin e tregut, inspektorët e mintit, të ATK-s, a keni komunikim për t'i adresu këto shqetësime? Ju jeni vetë media dhe në reagime ata. Ata janë të rezervuar komplet dhe nuk dëgjon askush të paktën edhe një deklaratë publike, një konferencë për media, pra më thashë ju vetë një media dhe e dinë edhe më mirë se ne, se sa problem është të merret informacion apo të kërkohet për tyre të reagojnë. Pra është një mbyllje totale të gjithëve, pra nuk absolutisht është një situatë absurde, do të thoja që askush nuk po flet. Do të thotë ne të zgjedhurit tonë, sepse... Pra ju thoni që s'po flasin as këto institucionet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e konsumatorit, jo veç ZRE-ja ose qeveria në dorëheqje? I vetmi që po flet dhe shfrytëzoj rastin ta falenderoj është zoti Selatin Kaçaniku, përfaqësuesi i organizatës konsumatori, po është një organizatë jo qeveritare, pra që është një lloj zëri i konsumatorëve, por institucionet të cilat janë të thirrura që të monitorojnë cilësinë duke filluar që nga që nuk e sheh as edhe një lëvizje për janës tyre. Kanë gojën e mbyllur, thoni? Pa dëshim se kuptoni që... Çfarë aspekti? Po shua mbyll gojën? Mbyll gojën, do të thotë vargu zinxhirorit të qeverisë. Si mundet mua mbyll gojën? Të kuptohet që të gjithmonë janë të deleguar dhe... Po ndoshta pyetja është më mirë bëhet se s'po flasin ata, nëse si u kanë mbyll gojën për kushten ata, a janë qytetarët e Kosovës ata, a jetojnë edhe këtu, a dalin të blejnë gjëra ushqimore në treg sikur ne të tjerë. Nëse flasim për nga ana idealet, mirë kuptoj, por nëse flasim nga ana që sillet thot realiteti ballkanik, është diçka që llogari dhënia dhe në fakt nëse është autoriteti për mbrojtjen e konsumatorit ose konkurrencës, ata japin llogari ministreshës cila është do thotë varse edhe ministresh në kuadër të qeverisë që kanë detyrë dhe të subjektit që ende në fakt qeverisë vendit, kështu që kuptohet që ata nuk munden me qenë atë kuptimin të pavarur. Unë dhe vetëm në arsyetim që kisha dhënë në raport me shtrejtimin e energjisë elektrike, si ekonomist po flas,
sepse çdo gjenerate e ka me një farë obligim të sakrifikon diçka për gjeneratat e ardhshme, sikurse qeveria do të merrte një vendim për ta ndërtuar një Kosovë të re që në të ardhmen do të ishte diçka një furnizim normal dhe potencialisht me qenë edhe për treg të jashtëm. Pa do shme ndërprej, prof. Pikërisht është kjo që edhe është kërkuar gjatë tërë kohës. Pra, ne kemi kërkuar që tjetë një diskutim i gjithë përfshirës, ku flitet, sepse më falni për mungesë, më falni pak ndoshta për mungesë modestie, po u dash që të ngritën disa njerëz larg të kësaj fushë, sepse unë jam mas pak ekspert i energjisë, as edhe njëri prej grupit asicet më shumë, pra gjithë jemi aktivist dhe vetëm duke e parë që nuk më ka reagimi prej askujt, të detyruam që të ngritemi ne dhe ta shprehim si shqetësim dhe më pas të shohim edhe ekspertët dhe njerëzit e fushës të cilët filluan të tregojnë se si zëri tyre nuk dëgjohet. Për këto jenë rregull se edhe kryengritet dhe ato asnjëherë nuk kanë ardhur nga njerëz profesionistë, por nga vullnetin këtë drejtim jeni pikërisht dhe aty po duhet të dal. Dhe tani më ne po e dim që kemi një interes drejt qytetari, ju mirë kuptojmë sepse. Pikërisht dhe do të thotë sikur të ftoheshin të gjithë këta njerëz. Madje gjatë kësaj kohe kemi parë po më kujtohet tani, i kërkoj fare që po ja përmend emrin, por nuk mundem po ja përmend zotit Adhurim Haxhi Musa, një ekspert jashtëzakonisht i mirë i energjisë, i cili është i angazhuar në një kompani shumë të madhe në Zvicër, dhe na tregon se si para disa viteve i është ofruar vullnetarisht qeverisë Kosovës të kontribojë në mënyrë që të gjendet një zgjidhje afatgjate për sistemin energjetik në Kosovë, sepse ne dimë që është në kolaps. Pra, përderisa ne kemi kapacitetet prodhuese të cilat bien çdo ditë dhe nuk investohet në to, e kemi një transmision çfarë e kemi. Dhe përgjigje do të thotë as edhe një herë askush nuk i ka ftuar ata njerëz. Dhe pikërisht duke janë shkaluar këto kapacitete për të kontribuar. Pavarësisht publikisht po deklaroj dhe demantoj dikush nëse e din të kundërtën. Dhe duke i pasur gjitha këto resurse, tërë këta njerëz të gatshëm për të kontribuar në këtë fushë e cila është jetike, dhe të mblidhen 3-4 persona aty të cilët po shihet që i përfaqësojnë bizneset e energjisë elektrike. Që qytetarët kanë më reagu dhe kanë më reagu shumë madje. Edhe shumë më shumë se sa kemi parë deri sot. Sepse kush ta garanton neve që pas një kohë të shkurtër nuk do të kemi prapë rritje. Madje ekspertët vetëm kanë filluar të diskutojnë. Nëse nuk krijon stabilimente për në të ardhmen, në fermit të nuk po ban zgjidhje, por vetëm në mënyra më lehtë e tyre vetëm të rrisin çmimet, pra edhe nëse vazhdoj rritja, po. Ne kemi shumë ekspertë të cilët po flasin që brenda një periudhe ndoshta 6 mujore do të kemi prapë kërkesa për rritje të çmimit të energjisë. Shqyrtimi tarifor është një herë në vit, kështu që veç nëse ka situata të jashtëzakonshme. Edhe nëse është një herë në vit, do të thotë një vit sa shpejt shkon dhe nëse ne jemi në situatën e njëjtë, le të themi në vitin që vjen, edhe pse unë jam i bindur që ky vendim nuk do të kalojë. Jo të paktën në këtë mënyrë, do të thotë pa ardhur një qeveri e re, pa u ndërmarrë hapa të cilat e ndihmojnë qytetarin, pa u bërë pako ekonomike ku këto tarifa bëhen të përballueshme për qytetarët. Unë jam i bindur që këtë gjykata dorëzoj dhe ne vetëm jemi në pritje të vendimit, të publikimit vendimit. Ende nuk është duke u publiku dhe ju në vazhdimsi keni thënë që kjo po bëhet pikërisht për këtë shkak që mos t'i drejtoheni gjykatës. Po mund tjetë edhe kjo, pasi që mirë punonën tjetër kuptohet që ata kanë afatin ligjor 30 ditë nga koha e marrjes së vendimit që ta publikojnë atë. Avokati i cili është angazhuar në kuadër të grupit zoti Bajraktari vetëm ka kontaktuar me zyrën e rregullatorit dhe i është thënë që akoma nuk është nënshkruar nga anëtarët e bordit vendimi në fjalë dhe sa po të nënshkruhet neve do ja dërgojmë. Do të paktën këtë përgjigje kemi zyrtarisht nga zyra rregullatorit. Kadriaj, nuk ka pas shifra alarmante të inflacionit gjatë vitit të fundit ose gjatë 2 vjetëve të fundit. 2.9 për shembull është përqindja e inflacionit vjetor në muajin e kaluar, në muajin mars. A pritni rritjet kësaj përqindje pas qershorit kur ja nisin me i pagu faturat qytetarët edhe bizneset? Kur flasëm këtë 2.9, nëse flasëm në bazën e teorisë ekonomike, vlerësohet si inflacion i moderuar, por se flasëm që kronologjia, pra ne në mbeti inflacioni i lartë, do të thotë që në kohën e pandemisë. I 2021-ës. Edhe kështu që në atë kohë flitej që pranonte edhe
qeveria që dikon rrëth 14% inflacion, pra hini në atë fazën e inflacionit galopan, që quhet, që në fakt, nëse morëm tash me ato 14% që pra të tash nuk e ki më ki 2.9, po të ende i në atë pjesë atje, sepse ne, se cili qytetar në vetën e parë, e shëfë që ju ka shtritu jeta. Dhe nuk e kemë, do thot, atë kosta, si që ka qenë, thot, para 5 vite. Kështu që do të kemë qarë për një sharem të opinionit që nuk jemi 2.9, do thot, inflacion, po jemi shumë me lartë. Jemi 2.9 krahasu me marsin 2024. Jo me... Po, e qartë, për fatë, ne jemi mbet në ata. Që në këtë drejtim do të prap me ngritën një shqecim që edhe institucionet relevante që miren me indeksimin e çmimeve vlerësoj që po janë të vënuar me update shumë të ngadalshëm, edhe me muaj edhe me vite që edhe ta në kur flasëm, për i marrëm ato shifre që i ka publikua se kuj edhe me dalë në teren, e kitë edhe një çmim shumë më të shtrejtë se sa ato që i ofrojnë ata. Nuk janë cakta. Po vlerësoj që në të vënuar dhe unë e kam ngritë edhe si shqecim që jo në kundër tyre, sepse edhe si profesor edhe studentëve ja u rekomandojmë me shfrytëzu dhënat e agjencionit statistikor. Por është problemi që du të me dhënë një autoritet më të fuqishëm agjencionit që në fakte mi pas dhënat shumë të frestet që kur të jep do të dhënat taman me qenë në një mënyrë edhe për qytetarin, edhe për biznesin, po dhe ato biznese të huja cilë dojnë me investu në Kosovë me pas një pasqyre të gjendjes dhe të çmimeve, sepse është jetike për një biznese si du të me hi në treg, sepse një për i faktorve është me një mënyrë çmimi i X produkte në tregën aktual, sepse jem në ekonomi të tregut. Kështu që në këtë drejtim vlerësoj që edhe kjo pjesa do thotë e updatimit edhe me një mënyrë e saksis, do të lënë për të dëshiruar, sepse... Si do qoftë qa pritet në... Po, përderi sa do të thotë kjo tek energjia elektrike ndoshta edhe u konsumua dhe tani thotë që është rritur. Kjo është një faktor. Plus tjetër që rasti importit, që çdo lëvizje në import e dikton rritjen e çmimit dhe ne nuk po kem mekanizma mbrojtës, për faktin që nuk po kem, me në fami nuk e kemi fuqizuar prodhimin vendor, që ti do të përballesh me çdo rritje të çmimit në nivel rajonal edhe nivel... Këtu luajnë rol si do të qofte dhe vendimet globale, përplasjet ekonomike mes kontinentit tonë, shteteve të BE-s me Amerikën, Kinën e të tjera, po e bartin pasoja, sepse importojmë inflacionin. është shumë e vërtet, por edhe në këtë kohë krizën, në këtë kohë luftës, do të thotë Evropa që po përballë, do të thotë me luftën e Ukrainës, tek fundit janë duke vetë menaxhuar vetveten, sepse për fat të mirë ata kanë me një mënyrë prodhimin vendor të fuqishëm, sepse nganjëherë bën një lloj krahasimi pa drejt, thotë vaj në Gjermani ose në Francë është më lirë se këtu. Është shumë natyrshëm sepse ata janë prodhues shumë të fuqishëm. Edhe ata e kanë bujqësinë e fuqishme që me një mënyrë edhe nuk diktohen shumë nga importi, ndërsa ne po diktohemi sepse ne kemi pak përpunues të vajit ose edhe këtu në produktet të shportës së konsumit, por po i kemi importe si tek pjesa bujqësisë, perime këto, edhe mishtrat e këto produktet të qumshtit, që në momentin që vjen import detyrimisht... Duhet të përmend edhe një fakt. Shumë vende, për shembull Maqedonia, pothuajse për shumicën e produkteve të prodhimit vendor e ka hjek TVSH-n. Pra shtetet megjithatë angazhohen kur ka krizat të tilla, kur ka rritje të inflacionit, që të ndërhyjnë për të mbështetur konsumatorët qytetarët. Pra neve sipas tash po flas në bazë të kontakteve që kemi pas edhe me prodhuesit, sepse ju thashë nuk është jam ekspert i kësaj fushë, por ato që i kemi parë dhe na janë thënë gjatë kësaj kohe, është aq ka burokraci, aq ka mungesë të stimulimit për prodhuesin vendor, sa që normalisht ty të del më lirë çmimi i një produkti të importuar, sesa produkti që ti e prodhon në vendin tënd. Pra, dhe fajtor për... Kush është fajtor për këtë? Pra, janë politikat e gabuara, të cilat nuk janë menduar mirë dhe nuk është vërë në plan të parë prodhuesi vendor, qytetari, por janë bërë thjesht sa për të dhënë shifra megaloman të rritjes ekonomike, e në anën tjetër në shpinë të kuj. Pra jemi ne qytetarët që na rritin çdo ditë çmimet, pra sa herë që shkon në market, ti produktet saktura kemi pas çmimet që janë më të shtrejta.
Dhe normalisht që mandej shifrat rriten për... Për fond, krejt këto propozime do të mund të shkonin ndoshta në adresë duar nëse do të kishte institucione të konstituume si duhet që kanë dalë ose do të dilnin prej zgjedhjeve të nënshkurtit. Jemi në një blok në fazën e parë të konstituimit kuvendit, pastaj rrjedhimisht nuk mund të ketë as kabinet të ri qeveritar, ju protestuat një ditë para kuvendit në të njëjtën kohë kur po mbahej vazhdimi i seancës konstituive. A besoni që edhe ky ngërçi politik i shkon në dëm faturës së qytetarit edhe në aspektin e shportës edhe në aspektin e energjisë elektrike, duke pas parasysh që janë paralajmëru masa dhe propozime për X partive, sa i përket këtyre çështjeve? Teknikisht po, sepse normalisht që është një vakum i cili e krijon një farë pasigurie. Mandej kjo ka dhe pasojat të cilat... Nuk ka adresë. Dhe ti nuk ke një adresë të saktë të cilës i drejtor, si protestues, për shembull kërkesa jonë është që të shkarkohet bordi i zyrës rregullatorit dhe do të jetë kërkesë e vazhdueshme dhe do të jetë bordi s'mund të shkarkohet nëse s'ka kuvend funksional. Sikur të ishte kuvendi funksional, do të ishte një lloj lehtësie për qytetarët dhe mendoj që edhe masovizimi i protestës do të ishte më i madh sepse njerëzit e dinë që adresa e dinë ku është adresa për atë punë, por duke qenë kështu normalisht që ndikon në një mënyrë, por në anën tjetër, e thatë edhe ju, përveç disa partive, deputetëve, pra të cilët kanë shprehur një lloj gatishmërie që të trajtojnë, po që se krijohen institucionet e reja, ne nuk kemi parë reagime të partisë që ka shumicën. Pra ne presim këtë rast... Pas reagime, po në dëm të... Po flasë reagime pozitive, pra prej një partije cila ka fitu shumicën e votave në këtë vend, ata duhet të dinë që ajtë 20% ka votuar për këtë partija, ata e vlerësojnë, e mendojnë që është partia cila i përfaqëson më së miri dhe i mbron interesat e tyre më së miri. Dhe duke qenë kështu, atëherë ata kanë obligime, kanë detyrë që ndaj atyre që i kanë votuar. Prandaj votuesve tyre të reagojnë këto raste, sepse ky vendim i prek të gjithë. Andaj edhe sikur të krijohen institucionet e reja potencialisht me partim fituese, nuk është që kemi ndonjë shpresë që me vullnet të tyre do të bëjnë ndryshimet që ne i kërkojmë. Pra, përderisa ministri aktual në detyrë del dhe mbron me fanatizëm një vendim të tillë, madje dhe rekomandimet cilat i dërgon janë vetëm sa për ta plotësuar atë kuadrin ligjor. Pra nuk keni shpresë që nëse krijohet një qeveri që udhëheq vetëvendosja të ketë diçka pozitive? Të paktën deklarativisht ne nuk e kemi parë ndonjë lëvizje ose ndonjë, le të themi, premtim apo propozim se si dilet për kësaj situate, pra nuk kemi parë as edhe një deklarat kryeministrit aktual, i cili në fakt kemi prit që do të paktën deklarohet, s'ka rëndësi sa njerëz dalin protestojnë në sheshin e kryeqytetit, mirë po sado që jenë ata, sado që shpreh një shqetësim për jetën e tyre, kryeministri e ka për detyrë që të deklarohet. Pra ne fatkeqësisht se kemi parë një gjë të tillë, andaj kjo na bën besojmë që me vullnet të tyre nuk do të shohim ndonjë lëvizje pozitive në relacion me kërkesat që ne kemi. Kadria, i përfund mungesa e institucioneve në detyra fuqi plot, e kemi një qeveri në dorëheqje, në detyrë jo kushtetuese, po ka interpretime të ndryshme, sidoqoftë nuk ka kompetenca të marrë vendime të plota, një kuvend që s'është aktiv pa u funksionalizu, pa u konstitu, a i shkon kjo në dëm situatës ekonomike? Gjatë bisedës edhe ndëgjë, po nuk do të ndërhyja, por është diçka që për fat jo të mirë, kjo status quo është në dëm të interesit të qytetarëve dhe si ekonomist uroj që institucionet të krijohen sa më shpejt dhe kam qenë idhëtar dhe jam që ajo parti cila dele para, ajo të krijojë qeverinë me ose pa dashje, sepse më një farë mirë pse shkohet në zgjedhje të ketë një të parë. Dhe tash në këtë rast është dashur që Zoti Kurti më një farë mënyrë të jep zgjidhje kësaj pune, sepse po shihet që pa pas do të atë raportet mira edhe me subjekte tjera nuk mund të krijohen institucionet, sepse kështu është krijuar demokracia në Kosovë, por qërej që një hap e parë të krijohen institucionet që të kthehet interesit qytetar, të kthehet interesit ekonomik, sepse për fat jo të mirë në Kosovë në vazhdimsi interesi ekonomik ka qenë në hijen e problemeve politike që gjithmonë është dëmtuar, që kjo na dëmton
politikisht dhe në mënyrë diplomatike, edhe në raport me Serbinë, edhe në raport me mes ndërkombëtar, sepse në momentin që nuk e në fakte rritje ekonomike, mirëqenie ekonomike, aktivitet biznesor të shëndetshëm në një farë mënyre, ti del jo serioz edhe para shtetëve tjera, para mes ndërkombëtar, sepse përderisa ki një bruto produkt më të vogël, një buxhet më të vogël, një pagë më të ulët, një mirëqenie më të ulët, pa punësime të lartë, me një farë mënyrë nuk e kia të zërin serioz në raport me shtetet tjera, kështu që në këtë drejtim mëroj që institucionet të krijohen sa më shpejt dhe të kthehet interesit të qytetarit, që a do të kenë problem deri sa të krijohen institucionet dhe a do të ketë adresë dhe zëri tyre a do të shkon jo hoq, po me një farë mënyrë sikur se thuhet një fjalë popullore që me mih në ujë. Dhe të është diçka të tash në këtë kohë nuk e kujt të drejtohet. Kemë një adresë, është gjykata themelore që... Por, si të qoftë institucionet relevante që në fakt ata do të deputet dhe kuvendit do të e ka fjallin e fundit për ata. Kadriaj Hasanaj, falenderit shumë për prezencën.